Të nderuar shikues, mirëmbrëma, do të njihemi bashkë me edicionin qendror të lajmeve këtu në kanalin 7, ndër të tjera do të ndiqni. Kryeministri Edi Rama prezanton programin qeverisës, fokusi tek antarësimi në Bashkimin Evropian, rritja e pagave dhe pensioneve si dhe ulja e papunësisë. Sali Berisha akuzon Edi Ramën se tentoi azjustimin e plotë të opozitës duke burgosur liderët e saj bën thirrje shqiptarëve të votojnë ndryshimin në 11 maj. Shpallet në kërkim, pronari i kompanisë që futi në treg tonelata pule me salmonel procedohen penalisht 3 inspektorë të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit. Frymëzohet në katedralen Ngjallja e Krishtit kryepiskopi i Kishës Ortodokse Autoqefale Joan Pelushi në ceremoni klerik nga disa vende. Kryeministri Edi Rama prezantoi programin qeverisës për mandatin e 4, fokusin kryesor kryetari i Partisë Socialiste e vendosi tek objektivi për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian brenda vitit 2030. Rama tha se pensionet do të shkojnë në 500 euro, ndërsa sipas tij nuk do të ketë pagë mesatare në 1200 euro. Kjo është Shqipja. Shqipja është simbolikisht fytyra e pasaportës zero. Shqipe, Tirana. Partia Socialiste shpalosi sot publikisht në një prezantim të posaçëm nga kryesocialisti Edi Rama programin elektoral të zgjedhjeve të ardhshme parlamentare të 11 majit në kërkim të një mandati të 4. I gjithë programi elektoral i Selisë Roz ishte ndërtuar mbi zhvillimin e mëtejshëm të objektivave, duke nisur me më të rëndësishmen antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Prandaj, kush e do pasaportën e BE-s, patjetër duhet japi kontribut që Shqipëria të hyjë në BE dhe kontributi për Shqipërinë në BE është investimi i votës aty në qendër të fletës votimit, ku është numri 5 dhe ku shkruan Partia Socialiste dhe Edi Rama. Askush tjetër. Këtë duhet ta bëjmë shumë të qartë për gjithë. Nuk i pajis do të shqiptarët me pasaportën e BE-s brenda kësaj dekade. Një tjetër gur themeli në programin elektoral, kryeministri Edi Rama quajti reformën në drejtësi. Shqiptarët po shohin përpjekjen e parë në histori për të vendosur barazinë para ligjit. I kemi dorëzuar drejtësisë vullnetarisht shpatën. Duke theksuar se borxhi publik është ulur nga 80% në 55%, kreu i qeverisë tha se brenda 2030-s pensioni mesatar do të kapë vlerën e 400 eurove, ndërsa u ndale edhe te paga mesatare. Në Shqipërinë 2030 do të jetë të paktën 1200 euro. Dhe duke filluar nga janari 2026 me një vendim që do të merret pas zgjedhjeve, kur të bëhet edhe akti normativ i qershorit, paga minimale do të jetë 500 euro. Për biznesin, shefi Selisë Roz tha se programi përmban risi. 15% i tatimit do të paguhet mbi fitimin e përputhur me normën e rritjes ekonomike. Në infrastrukturë priten më shumë investime. Dhe të dy korridoret do të jenë plotësisht përfunduar brenda mandatit të 4, ku do të ndërtojmë edhe 700 kilometra rrugë. Rama tha se fal vëmendjes së shtuar në turizëm, përfitimet kalojnë shifrën e 5 miliardë eurove. Për këtë arsye pritet zhvillim më i madh në njësitë akomoduese të hotelerisë me 5 yje. Në mbyllje, kryeministri u ndalte fusha ushtarake. Ka filluar të hedhë themelet për të prodhuar këtu municione, armatime, dron luftarak, mjetet e blinduara made in Albania. Flota detare e Republikës Shqipërisë bëhet me 3 anije luftarake të reja. Brenda 2030 Rama beson se Shqipëria do të bëhet sovrane në prodhimin e energjisë, ndërsa kujton uljen e çmimit për 95% të klientëve familjar. Pas prezantimit të programit në Tiranë, kryeministri Edi Rama udhtoi drejt Greqisë, ku u takua me shqiptarët në ishullin e Kretës. Ai u bëri thirrje emigrantëve të votojnë Partinë Socialiste, ndërsa kërkoi që të rikthehen dhe të investojnë kursimet në atë dheun e tyre. Me fshinjë të referotu. Kryeministri Edi Rama bashkëbisedoi pas ditën e kësaj të shtune me shqiptarët në Kretë të Greqisë. Gjatë fjalës së tij Rama e vuri theksin tek rëndësia e votës së diasporës në zgjedhjet e 11 majit. 246.000 shqiptarë të Europës. Mua nuk pëlqen fjala diasporë për hir të vërtetës, por shqiptarët e Europës dhe të botës
janë regjistruar në zgjedhjet e 11 majit për t'i dhënë jetë një mundësie të madhe, një mundësie aktuale, më reale se asnjëherë tjetër, që Shqipëria më në fund të bashkohet një herë e mirë me Europën, duke bërë pjesë e familjes së madhe të Bashkimit Evropian. Kreu i qeverisë gjithashtu ju drejtua emigrantëve me thirrjen për t'u kthyer dhe për të investuar në vendin e tyre. Dhe për gjithë ata që janë këtu në Greqi apo edhe në vende tjera dhe që kanë një tokë në fshat, që kanë një shtëpi të rënuar të gjyshit në fshat, apo që njohin miq ose kanë të afërm në fshat, ku mund të bëhet një investim. Ne kemi kaluar në parlament eksaktësisht për emigrantët një ligj që sot është në fuqi, që thot se çdo kush që zotron një tokë për cilën mund mos e ketë akoma dokumentin e pronësisë, por ama ka dëshmitarët e mjaftueshëm në fshat atje, që është toka e të parëve të tij, mund të marrë një vërtetim të thjeshtë fare nga Këshilli Bashkiak dhe me atë vërtetim mund të marrë leje për të rindezur oxhakun në shtëpinë e gjyshit. Edhe gjatë takimit me emigrantët në Greqi, kryeministri Edi Rama nuk i kurseu ironit për kundërshtarët politik. E keni të qartë më mirë se sa shumë kush në Shqipëri që këtë gjë nuk mund ta bëjë dikush tjetër. Këtë gjë nuk mund ta bëjnë ata që vinë këtu te ju edhe ju premtojnë gjithçka, sepse as kanë gjë në dorë dhe as kanë për të pasur gjë në dorë. Dhe nuk diskutohet që këtë gjë nuk mund ta bëjë bufi knetës me të gjithë lukunin. Lideri i opozitës akuzoi kryeministrin Edi Rama se burgosi liderët e opozitës duke patur si qëllim eliminimin e saj. Kryedemokrati tha se Shqipëria është kthyer në narkodiktaturë, ndaj kërkoi mbështetjen me votë për qytetarët për të ndryshuar realitetin në 11 maj. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi SPAK-un se në urdhrat e Edi Ramës arrestoi liderët e opozitës, ndërsa kryeministri po mbahet i paprekshëm. Shqipëria ka një prokurori e cila lavdrohet në mënyrë të paimagjinueshme gjërësisht. Po cila është kjo prokurori speciale? Kjo prokurori speciale është një prokurori e cila nuk mund të prek asnjë aferë që shkon tek narkodiktatori. Ndërkohë, arreston, burgos, pa prova dhe si persona në hetim, vetëm si persona në hetim, liderët e 3 partive kryesore opozitare, merr mandate deputetësh. Gjatë një aktiviteti për rolin e grave në politik, Berisha tha se Rama ka kthyer Shqipërinë në narkodiktaturë. Ndërtimi i saj u mbështet nga administrata e shkurë e Shteteve të Bashkuara, në një farë mënyrë u bekuar me heshtje edhe nga Bashkimi Evropian. Dhe kjo bëri që narkodiktatori i këtij vendi të shëtisë në Europë dhe në botë me atletët bardha, të hiqet si piktor apo si sportist, në një kohë kur ai ishte personi që arrestonte 3 liderët e opozitës në projektin e tij Shqipëria pa opozitë. Sali Berisha shtoi se sot Shqipëria vua nga mungesa e lirive dhe të drejtave themelore për shkak të regjimit të Edi Ramës.
Koalicioni Djathtas për Zhvillim 1912, i drejtuar nga Nkeleda Libeja dhe Dasha Mirshej, ka njoftuar tërheqjen e kandidatëve në listë të sigurt. Ky hap mundson garën e hapur për figurat kryesore të këtij koalicioni. Pas këtij vendimi në fletën e votimit nuk do të ketë asnjë ndryshim, pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka miratuar ndryshimet finale edhe në listë dhe në fletën e votimit. Koalicioni pritet i depozitojë në KQZ aktet e dorëheqjes ditën e martë. Policia dhe prokuroria kanë nisur hetimet për skandalin e futjes në treg të tonelatave të filetos së pulës me salmonel. Pronari i kompanisë AMG Food është shpallur në kërkim, ndërsa vëllai i tij dhe 3 inspektor të AKU-s janë proceduar penalisht. Skandalin e bën edhe më të rënd fakti që kompanisi ishte bllokuar ngarkesa, por kishte thyer urdhrin duke shpërndar mishin në biznese të nivelit të dytë. Një ditë pas skandalit me sigurinë ushqimore, ku u zbulua se nga Brazili në Shqipëri kanë hyrë 7.9 ton mish pule me salmonel, policia shpalli në kërkim administratorin e kompanisë importuese AMG Food, Arben Goxha, 50 vjeç. Së bashku me të vëllan Mondi Goxha, i cili është vënë në hetim nga policia, 50 vjeçari Arben Goxha akuzohet se ka importuar ushqime të rrezikshme për shëndetin ose jetën e njerëzve. Hetime ka nisur edhe për 3 inspektorët e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, Gëzim Hushi, Sada Lufta dhe Aldo Sinjari, të cilës sipas policisë kanë shpërdoruar detyrën duke lejuar futjen në treg të filetove të pulës me salmonel. Ky operator nuk i kishte listat e gjurmëshmërisë të mbajtura sipas rregullit dhe patëm një problematikë e cila na e vështirësoi punën në mbledhjen mbrapsht të produktit në mënyrë të menjëhershme, por nëpërmjet bashkëpunimeve që ne patëm edhe me drejtorinë e përgjithshme të tatimeve, mundëm që të siguronim 154 faturat ku ishte shpërndar produkti. Produkti i ardhur nga Brazili është futur në vendin tonë përmes portit të Durrësit, ndërsa më 21 mars përgjigjet e analizave të kryera në Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinare kanë treguar se mishi është i kontaminuar me salmonel. Në pritje të përgjigjes së analizës, AKU tha se kompanisë AMG Food ishte kërkuar të ruante produktin në ambientet frigoriferike dhe të mos e tregtonte. Por në shkelje të ligjit, kompania e ka shqitur atë në biznese të nivelit të dytë dhe AKU ka bllokuar deri tani nga ngarkesa vetëm 4 ton mish me salmonel. Kryepeshkopi i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, Zot Joan Pelushi, mori këtë të shtunë zyrtarisht detyrën pas ceremonisë së fronëzimit. Fort lumturia e tij e vuri theksin tek nevoja e forcimit të unitetit brenda Kishës përballë sfidave të zhvillimit teknologjik. Është fronëzuar në katedralen Ngjallja e Krishtit këtë të shtunë kryepeshkopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, Joan Pelushi. Ky moment i hap rrugë ushtrimit të plotë të detyrës si drejtues i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Gjatë fjalimit të tij të parë si kryepeshkop, Joan Pelushi u shpreh se forcimi i unitetit brenda Kishës është një nevojë domosdoshme për të arritur qëllimin e tij. Fortlumturia e tij nënvizoi se diktatura shkatërroi muret e jashtme të kishave, por jo zemrat e besimit. Forcimi i unitetit brenda Kishës është një nevojë e domosdoshme për të realizuar qëllimin e saj. Vetëm nëse jemi të bashkuar, Kisha mund të forcohet, e dëshmia e saj për Krishtin tek bota do të jetë e besueshme. Gjatë gjysmës së dytë të shekullit 20, Kisha u përball me persekutimin e egër komunist. E gjithë infrastruktura, materiale dhe njerëzore u shkatërrua plotësisht. Ato shkatërruan muret e jashtme, por nuk mundin dot të shkatërronin besimin në zemrat e njerëzve. Të pranishëm në ceremoni ishin qindra besimtarë si dhe personalitete jo vetëm nga Shqipëria, por edhe nga Greqia. Fronëzimi i kryepeshkopit Joan shënoi një kapitull të ri në jetën shpirtërore të vendit, u shpreh presidenti Bajram Begaj, ndërsa shtoi se shteti do të jetë gjithmonë në mbështetje të Kishës. Fronëzimi i fortëllimturisë së tij shënon një kapitull të ri në jetën shpirtërore të vendit tonë. Në këtë mision të madh, ju nuk do të jeni vetëm. Kisha, besimtarët dhe shqiptarët do të jenë gjithmonë me ju, dhe shteti do të mbështesë gjithçka që shërben për të mirën e njerëzve, që forcon harmoninë dhe bashkëjetesën mes besimeve, që forcon mirëkuptimin dhe vlerat që na bashkojnë.
Të dielën kryepiskopi do të mbajë në katedralin Ngjallja e Krishtit shërbesën e parë si kryepiskop, tashmë i fronuzuar, ndërkohë që do të duhet të zgjedh pasuesin e tij në Mitropolinë e Korçës, aty ku shërbeu pa ndërprerje që nga viti 1998. Tu kemi përfunduar, unë i falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë.